Qeveria kishte shpresa të mëdha për të, por operacioni Albania nuk pati kurrë një sukses të vërtet. Kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga nënshkrimi i protokollit midis Romës dhe Tiranës, i cili lejoi krijimin e pikës së nxehtë të Shëngjinit dhe qendrës në Gjadër, e cila tani është funksionale si një qendër paraburgimi për riadhetësim, por vendimet e ndryshme gjyqësore dhe numri i pakët i emigrantëve të transferuar në Shqipëri kanë minuar përpjekjet e qeverisë, e cila tani po përpiqet të rilançojë atë që konsiderohet si një model fitues për menaxhimin e imigracionit. Samiti në Romë, të njëjtën më 13 nëntor, Giorgia Meloni priti Edi Ramën në Romë për samitin e parë ndërqeveritar Itali-Shqipëri. Në vitin 2010 të dy vendet nënshkruan një deklaratë partneriteti strategjik. Më shumë se 2 vjet më parë, më 6 nëntor 2023, Meloni dhe kryeministri i Shqipërisë nënshkruan protokollin për emigrantët në Palazzo Chigi. Qendrat në Shqipëri do të funksionojnë, edhe nëse do të më duhet të kaloj çdo natë atje, nga deri tani në fund të qeverisë, deklaroi Meloni disa muaj më parë, duke përsëritur rëndësinë e projektit për veprimet e qeverisë. Takimi midis të dyve shërbeu kryesisht për të rinisur projektin, i cili është dëmtuar nga disa vendime gjyqësore. Kostot dhe burimet janë jashtë kontrollit. Pritjet për qendrat ishin të larta dhe kryesisht nuk janë përmbushur vitet e fundit. Në fakt ka pasur një disproporcion midis objektivave të deklaruara, burimeve të vendosura dhe funksionimit real të 2 objekteve në Shqipëri, dhe pikërisht çështja e mbulimit financiar mbetet një pikë e vështirë për qeverinë Meloni. Ligji që ratifikon protokollin, i miratuar nga parlamenti në vitin 2024, siguroi afërsisht 650 milionë euro për afatin 5 vjeçar të marrëveshjes. Këto burime të konsiderueshme përfshin një listë gjerë zërash nga mirëmbajtja te punësimi, duke përfshirë sigurimin dhe transferimet e stafit nga Italia. Në buxhetin e vitit 2026 aktualisht nën shqyrtim nga Senati, për qendrat janë ndarë afërsisht 70 milionë euro. Burimet janë të fshehura në ligjin e buxhetit, të përfshira në tabela që detajojnë fondet në dispozicion të Ministrive të Brendshme dhe të Drejtësisë. Pjesë më e madhe e rifinancimit vjen nga buxheti i Ministrisë së Brendshme. 14.7 milionë euro ndahen çdo vit, ndërmjet viteve 2026 dhe 2028, për të forcuar bashkëpunimin e çështjes së emigracionit. Megjithatë, qeveria ende nuk ka të dhëna mbi kostot aktuale të dy qendrave. ActionAid ka paraqitur një ankesë në gjykatën e auditorëve dhe së bashku me Universitetin e Barit ka llogaritur se qendra në Gjadër kushtoi 570.400 euro për pak ditë funksionim në vitin 2024 për 20 persona. Nuk përjashtohet që gjykata e auditorëve të marrë në konsiderat veprime të mëtejshme në këtë çështje. Pak migrantë të strehuar në qendra. Në muajt e fundit, objekti i Gjadrit ka pritur vetëm disa persona. Sipas një misioni monitorimi të kryer nga Komiteti i Azilit dhe Imigracionit, afërsisht 219 migrantë kanë kaluar nëpërmjet CPR midis prillit dhe 28 tetorit. Në 70% të këtyre rasteve, gjyqtarët kompetent nuk e kanë vlerësuar të ligjshëm ndalimin dhe migrantët janë kthyer në Itali. Qëllimi fillestar i qeverisë ishte që 2 qendrat e akomodimit të arrinin të paktën 36.000 njerëz në vit ose 3.000 në muaj. Funksionimi i këtyre qendrave është sfiduar rënd nga disa vendime. Më 1 gusht gjykata evropiane e drejtësisë e hodhi poshtë operacionin në Shqipëri. Gjyqtarët e Luksemburgut u arrestuan me magjistrat italian, duke deklaruar se ndonse i takon një shteti të përcaktojë një vend origjine si të sigurt. Ky përcaktim duhet i nënshtrohet një shqyrtimi efektiv gjyqësor. Më 4 shtator një vendim i gjykatës së kasacionit furi në dyshim dekretin që lejoi rihapjen e objektit të Gjadrit. Sipas gjyqtarëve, nëse ndalimi në një CPR nuk vërtetohet, azil kërkuesi duhet të lirohet menjëherë.